ngrënies, diçka në lidhje me arsyen e vërtet sepse ai është me Ilirin dhe nuk po bën lojën e vet. A e kam keq kuptuar unë apo? Jo, absolutisht, qëndroj plotësisht asaj. Tani për mendimin tim ma shpjego pak më mirë, të lutem, që dhe publiku ta ketë të qartë se çfarë i referohesh kur thua atë gjë. Unë referohem eksaktësisht tani sepse i bie të kthehemi edhe një herë ndoshta minuta mbrapa dhe të hapim. Jo, nuk ka problem, po është me rëndësi. Ashtu, atë nëse është kështu, edhe unë po e bëj. Domethënë, qëndrimi i Senos ndaj Ilirit, një nevojë për të mbështjellë pas tij, që pse ne tha e pranoj edhe vet minuta përpara duke thënë që unë tha e kam të nevojshme tha sepse përndryshe këta banorë do më kishin masakruar. Tani unë e gjykoj këtë patjetër si një nevojë të tij për të shfrytzuar ndoshta atë çka ai beson se Iliri ka jashtë. Dhe për këtë arsye i qëndron aq pranë. I qëndron aq pranë dhe aq ngushtë, eksaktësisht për të bërë këtë, për t'i thënë Ilirit dhe për t'i thënë pra për të bërë publikun të pamend dhe për t'i thënë që unë jam këtu sepse unë vdes për Ilirin dhe tregoj një kujdes që është që me demek duhet ta bëj Ilirit të dihet rehat. A ka të bëjmë base edhe me hamendësimin e popularitetit që Seno mendon që Iliri ka jashtë? Unë e thash, nisur nga ideja që Seno ka, mbi publikun që Iliri ka jashtë shtëpisë. Sepse edhe njerë t'i kthehemi debatit tani më të mbyllur mes Ilirit edhe Eugenit. Unë të dy i kam xhan shumë dhe i vlerësoj në Eugenin, njerë e kam personin tim të zgjedhur në shtëpi, në mënyrë absolute. Po edhe Ilirin e çmoj për karakterin që ka e me radhë. Një shok e merrte atë tjetrin dhe i thoshte jo për të dhënë këtu veten time, absolutisht në qendër, por i thosh atë që unë i thash Eugenit. Eugen, bëj kujdes, mos të pro asnjë fjalë, për jashtë ke një karrierë, këtu për 1 minutë humbet jo një program televiziv, po humbet tërë jetën, se s'të fshihet më, të ngel aty sa në një faqe, sa në një meme në një tjetër, dhe këtë do të kishte bërë Seno me shokun e tij Ilirin, që ta mbante të ftohtë dhe ta bënte Ilirin të bënte një hap mbrapa, se Iliri ishte xhan limite. E nuk ishte, kështu që për mua ky është gjykimi. Pastaj mes tyre dy çunave unë kam thënë sa herë më ka ardhur rasti, për mua syri nuk është simpatik. Kuptova. Ndërkohë, edhe vetë Iliri në diskutime sipër që në momentin kur Seno ishte në nominim, i ka deri diku ka folur me të dhe i ka kërkuar Senos që të shkëputet disi apo jo Ilir prej tij në mënyrë që të bëj lojën e vet edhe të mos jetë në sy të publikut sikur është i atashuar me Ilirin. Si e shikon ti këtë situatë Senos, karikimin që mori nga të qenit në televotim? Më pëlqen logjika e Stenaldos. Mendoj që nominimi ka pasur efektin e vet. Në fakt, Seno i tha Brigit që unë disi nuk pyes për ju edhe kur nuk flas. Nuk është e vërtetë se në fakt kur Seno nuk ka folur para se të ishte në nominim, nuk dukeshte që ishte në shtëpi fare. Nominimi e bëri që të lëviz dhe të tentoj për të krijuar dinamika në shtëpi, herë duke tentuar të bëhet dhe i bezdisshëm në marrëdhënie me Kristin, dhe këtu dua ta përgëzoj Kristin për mënyrën se si e ka menaxhuar serinë, provokimin le ta quaj që ka pasur këtë ditë, por shpesh herë kur ti ndizesh në një periudhë kaq të shkurtër, tregon dy sjellje të karakterit tënd të kundërta dhe bie në sy që gjithë kjo gjë u bë për nominimin dhe donte me patjetër të krijonte debat dhe të ngjallte brenda shtëpisë tërheqjen e vëmendjes nga shtëpia dhe publiku. Ndërsa për Angelo mendoj që nuk u tregua i drejt për drejt për pjesën e pyetjes që i bëre, sepse unë të kam parë Angelo që ty të doli damari te mesi i ballit dhe nuk ishe në një pozicion komod dhe nuk besoj që je sinqert kur thuaj që e do brenda shtëpisë. Pra të është dukur sikur ka dashur dhe është tërhequr Angelo gjatë këtyre. Nuk më duket i sinqert, më duket si një mënyrë që Angelo e thot për treguar që nuk e ka në asnjë listë Senon, por në të vërtetë ishte goxha i karikuar nga debatet që patën me njëri tjetër. E qartë. Angelo po. Po, nëse mundem është thjesht fakti që
unë nuk e prisja këtë lloj reagimi nga Seno, ka ndodhur fill pas prime-it, erdhi gjatë kohës po konsumonim edhe darkën, tha tani do merrem edhe me ty. Dhe ishte një reagim i menjëhershëm, ishte një reagim i cili po përshkallëzoi nga netët pa gjumë, te ngacmimet, duke përfshirë çdo njeri që rrinte me mua, duke na grupuar gjithë bashkë, na bashkoi Seno, duhet thënë, në këtë lloj grupimi, fatmirësisht, por kaq ka treguar që ditë bëj. Realisht tani e them që nuk më ndikon më fare, sigurisht që unë e kam parimore, në qoftë se dikush tu i bërtet një vajze, pavarësisht se e riteksoj, nuk ka mbrohem vet, nuk ka nevojë për zërin tim, por unë gjithsesi do ngrihem dhe aty reagova keq. Pastaj për gjithë pjesën tjetër sot nuk ka më asnjë lloj problemi ta kemi se në shtëpi. Zëre se nuk ekziston përveç pjesëve kur vjen edhe nga ngacmon. Seno? Edhe mas lojës dështume që desh me bë Kristi me na mbledh këtu, unë reagova, edhe unë zeva dhe me prekjenin, po më duket parë për s'pas ka kenë prajmin e parë. Së unë kam reagu, kam kenë impulsiv gjithmonë. Është akoma dhe prajmi paraj. Tani, s'pari unë nuk jam në garë me sekretarin, por do t'i uroja sekretarit sukses në këtë nismën e tentativës dhe dëshirës për t'u përplasur me mua, por ditë them që ka të drejtë që luan rolin e sekretarit, se i shkonte më shumë se sa të luaj rolin e vetes tij. Monika. Në fakt, presioni të qenurit në nominime vendosi Seno në pozita jo të favorshme, e nxori nga vetja. Në radhë të parë, Kristi u tregua i mençur, po ta quajmë, e gjeti Senon një moment që ishte shumë i qetë deri në prajmin e parë, momenti që e nominoi dha atij shansin dhe mundësinë për të luajtur dhe për të shkuar Seno drejt gabimeve të tij. Që me gjuhën që ka përdorur ndaj Kristit, duke e vendosur në pozita të vështira, që në fakt nuk është se e lartësojnë Senon, por i kanë dhënë më shumë pikë Kristit gjatë gjithë kësaj kohe nga prajmi i parë në të tanishmen. Dhe mendoj që ka bërë një sjellje të gabuar dhe unë mendoj që Seno në presionin e frikës së nominimit ka luajtur gabim. Okej.